dhe si çdo ritual i detyruar, siç e kam thonë, vazhdoj ta përsëris, Edi Rama mendoj se me këtë vendim detyrim paraqitje do të pengoj fushatën e Sali Berishës, mirë po ai harroi që me këtë akt i dha një mundësi, i dha një platformë të re të fjalës së lirë Sali Berishës ku do drejtohet shqiptarëve. Sigurisht që ne jemi këtu për të thënë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe për të mbrojtur të vërtetën. Tani, dua të di edhe këtë Partia Demokratike kohët e fundit që në momentin që zoti Berisha u vënë me siguri e pati një gjuhë të ashpër dhe retorik të ashpër ndaj prokurorisë posaçme. Vjoni ti qëndroni të njëjtit mendim që prokuroria posaçme është një organizatë kriminale dhe se ju sapo të vini në pushtet do ta shkrini atë? Qëndrimi ynë është i pandryshueshëm, por ne tani kemi një betejë më të madhe. Betejën e kemi me regjimin, me narkoregjimin dhe me Edi Ramën. Pas më të voglën diskutim, brenda kësaj ngrehine ka individ politik që flasin në emër drejtësisë, ka dhe individ të inkriminuar që flasin në emër drejtësisë. Faleminderit. Nisita? Po, ndoj që